Se si në ditën e 73 përsëri sheshi është i mbushur. A keni parasysh shprehjen iku vapa me gushtin? A e dini si do ta bëj ky shesh? Iku Rama me gushtin.
temperaturave, por do të bëj gati edhe valiqet përfundimisht të pushtetit të Edi Ramës. Kanë bërë çdo gjë që ka qenë e mundur për ta fikur këtë protest. Ama kjo protest ndezi zjarrin e shpresës shqiptare. Këtë zjarr ata nuk e fikin dot. Kanë tentuar çdo lloj përqarje. Kanë tentuar të na ndajnë në çdo lloj grupimi. Ama ne jemi më të bashkuar se kur kundër këtij regjimi. Ne kemi ditur prej fillimi se ka shumë gjëra që na ndajnë këtë protest. Njëjtë si që kemi ditur se janë shumë gjëra që na bashkojnë. E ajo që na ka bashkuar gjithmonë është himni flamurit me cilin e hapim edhe sot protestën. E fundit e himnit yllet me vargun, por Shqipëria do dërroj për të luftojmë ne. E pikërisht Shqipëria do dërroj sepse kanë luftuar ca para nesh, do të luftojmë ne e do të luftojnë edhe të tjerë pas nesh. Shembulli këtyre fitoreve është qëndresa që kanë bërë për Durrësin qytetar kundër projektit TIP. Ndaj, pas shumë protestave, jo vetëm të bulevard, por edhe në Durrës, duket sikur qeveria është tërhequr nga projekti TIP. Kjo është një fitore e gjithë durrësakëve, e
e këti sheshi e gjithë shqiptarve, ama kjo është fitore pa tjetër e qëndresës së Nëngritës. Lufta vazhdoj, do vazhdoj deri në fund. Me këtë qeveri të korruptuar e pabesueshme ta lesh të bëj qef. Të gjithë këtu në shesh vim se na do qefi për të drejta tona, për një qeveri që nuk është fare për popullin. Janë hajdut vetëm për veta. Ne me Durrësin luftuam një vit. E fituam, pra për si pikë pyetje, se dhe këmën tonë akoma se kanë tjerë, se ky është 7 trimni, më shumë bën për keq se sa për tjerë. Thotë Rama, janë ca njerëz atje do të më kërdasin. Jo, kryeministër, nuk e meriton me të në kryeministër. Ne jemi të gjitha dhe gjithë, se po t'ishte qeveria jote, me deputet të zgjedhur nga populli dhe do bëni për popullit, ishe okej. Po ti i ke nxjerr vetë deputet me vota të vjedhura, ti e di vetë qa është bo, dhe ky popull, ka që i bukur, ka që i paparë bo, trim, do luftojë deri në fund, sepse nuk është i kënaqur me qeverisje tate, se i ke gjitha i dut, ministra, zvës ministra, e ti kërkon qëtësi, s'ka qëtësi me të shesh. Protesta sa po vje dhe bondizet. Ne, për mosha që kemi, po sfidojmë vapën, e nuk po pysim ma, se duam ta marri dhe shky, se kush është ky popull. Ka njerës që dojnë, atje do vdes dhe do shkojnë. Jena me 2 këmë në tokë. Ta arosh që kjo protest do shuhet një ditë. Kjo vështohet për ditë. Rofshin gjithë këto që vinë me dëshirë, ama rrugës duke ardhur dëshirë kishe një 10 patronazhista që na donin foto. Dur! Se ne jemi duhe vrame një shumë se po na bëjnë voto patronazhista. Ne do luftojmë deri në fund. Lindi Gonxhe, a i bastardi, se bastardo i them, se i ka them, janë një tuf budalejsh që kërthasin dhe ulërasin. Lindi Gonxhe është psikopat, hajdut, no vendoj a i një popull të tërë. Divizon nga vetja, ka nën, ka motër, ka fëmi, ka vlla, ne jemi gjak shqiptari, legend. E theja të fjallë lajt, mos ta një gjoj ma, se do të ndikin këmba këmbës. Budallin, Lindi Gonxhe ka qeverin. Kjo është një qeveri lolo. Këto e mlet këshillin e ministrë rëgë, edhe këto kartonin, si unë, asë njësja për Ramës. Ne nuk nga përvajson ato. Ka bëj një vëkëma në Durrës, se ne kemi një vit, ne kemi për lumë si e dini me policinë. Kemi një vit plot, i kena ndjek dhe me vrap. Edhe i kena sha, edhe i kena qujt, se e kanë meritu. Se Durrësi a që bukur, këto bëjë shamir të lezar. Dua, ka bëj një projekt tit hajdut, që shame shpia mes të Durrësi, për qarë? Për një lulishte, thotë. Durrësi i kishte lulishte, i bëri vaj gjushdako beton, me mafje. Unë deri sa, sot jam 73 vjeç, deri sa të ka frymën e funit, unë nuk do pushoj për këta. Hajdut! 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 Hajdut!
shi që ka bërë ty? Ramovici! Ne kemi fitu për fitu. Po shi që bërë? Unë me pronotime të shkoj një hipotek se duhet të shes, ma ka bloku. Shiko që ma shtru si eshtë. Hajdut është, se unë e kam shpinë unë e qëtër të Durrësit. Edhe vendin time duan për banda, për hotele. Ka bën një vëgëmel, sa minim lolli këshillin e ministrave kënë. E këti ka vëgëmel nga kur i tash ka kokra qipin. Se ministrat nuk e kundërshtojnë. Atere, po i dhe këtu, nga ky podium, i vogël dhe me zemra të bardha me njerës. Zoti Rama, ashtu si bërë e VKM-n, po të them, po janë ullimin e VKM-s, të datës 31/7/2025, me numër 477, që ti do me shamë shpile Durrësaka. Dzire këtë VKM, po se nëzore, ne këtu në ke. Jo, në gjithë, ne nuk i dërzojmë shpile. Që të bëhet të shemet shpia, të dashur miqe dhe shok, bëhet një autostrat, jemi dakord. Po fytët, shem shpiti i thot, do bëj lulishte unë thot, se lulishte s'ka Durrësi, ka beton. Edhe thot, ti do ikës e rat plan. Pare se të me i që mua dhe shok të një do të rgoj një planin që do bëj. Ke unë ka dhën lulishte me 2 stola. Se prona që është mbrapa shpistime është e shtetit, është e qeveris, është e Spartak Kovaci, Petrit Kovaci, Merita Kovaci, që janë në SPAK dhe SPAK-u po flequ. SPAK-u në drejtor Rama. Sa do që ka SPAK-u? Po nga i du të rinë që i ka mofti popë. Të kënë durë. Unë duhet të flasë shumë, bi nga Durrësi, dhe kam shumë dëshirë për një këtu, edhe nuk flodhe, po të dini, s'duhet të lenë me kaqë, të shtojemi dhe më shumë, qdo ditë që këtë të marri vesh, që populli, po vjen këtu, sepse qeveria jote s'ka përnu me këtë popull, të myllen dyrët e zyrave, s'të pret njeri, qarë do ky, të rim ne si majmun, si qirin ministra, që si këthej përgjigje, e kanë frikë Ramën, ta këthej me bindje të plot. Kush është një që e ka kundërshtu Ramën? As një deputet. Sa deputet ka Durrësi? A ka nërë ne, me na pytë, kena një vit me këta avë? As një, se atë deputet se ka zhjetë popullin, e ka zhjetë vota e vjedhur, e dhja i si i ka marrë vota. Me kutia të vjedhura, të votoj që nesër. O nëj, që nesër të votoj. Ka diasporën, që mburën me diasporën, edhe gjithë Shqipërin kundra. Rama i, Belinda i. Sepse Belinda Balluku ka firmos të Durrës. Ka ardhë 26 kush, kur bashkit janë pushim, janë akur vetëm për të firmos, për të na shëmë shpia ne. Ka firmos Belinda Balluku, që ju thaftë të dora, ka firmos Rama, edhe ati gjithashtu, ka firmos sekretarja bashkisë. A e dini ju që dyrë dhe bashkisë nuk në aferne? Se bashkia është për popullin, është dur të mbyllet bashkia. Kështu që ne do vazhdojmë deri në fund, ta marrim vesh Rama, e di që na migjon, se kujto se është me pushime, po këtu i rimenja, se do t'ishala s'voglojnë njerëzit. Do shtojnë, qdo orë, qdo minut. Ju përshëndes, duhet një forcë e madhe, i madhe i vogël, për të gjithë, sepse, pos shumë ne nuk ikën a i. Do, re, qe, do, re, qe, do, re, qe, do, re, qe. Ju dua, gjithmonë jeni të bashkuar.